Nëse ti mendon se askush nuk ka nevojë për atë që ti di të bësh, e ke shumë gabim. Të njëjtën gjë mendoja edhe unë në fillim para se të merrja klientin tim të parë, por ja e vërteta. Njerëzit nuk të paguajnë sepse ti je perfekt, qoftë për shërbime, qoftë për produkte digjitale. Ata të paguajnë sepse ti mund të zgjidhësh një problem që ata nuk munden. Për shembull, kur unë nisa të bëja postime për herë të parë në rrjetet sociale, merrja pyetje për të cilat unë mendoja se i din të gjithë përgjigjet. Të gjithë dinë se si të editojnë video, të gjithë dinë se si të krijojnë një strategji për të marrë më shumë ndjekës. Këto mendoja se i din të gjithë përderisa i ditë kam edhe unë, por nuk ishte ashtu. Aty kuptova se ka shumë njerëz të cilët janë të bllokuar pikërisht për ato gjëra që ne i dimë dhe i zotrojmë shumë mirë. Njerëz të cilët gjithashtu janë të gatshëm të paguajnë që ti t'ju japësh një uri që ke, ose që t'ju ofrosh një shërbim për të cilin ti je me të vërtetë shumë e zonja. Dhe siç duket, nuk ka nevojë që ti të kesh të gjitha përgjigjet, por thjesht të ofrosh një zgjidhje e cila i lejon njerëzit që të bëjnë progres. Edhe unë hezitoja shumë, kisha shumë dyshime tek vetja, prisja momentin perfekt, por ja që ai moment nuk vika kurrë. Kështu që boll dyshove tek vetja, njohuritë, eksperienca dhe perspektiva jote, dikush ka nevojë për to tani.